Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse jeni mbi 40 vjeç, përdorni vaj rozmarine, ju mban të bukur dhe ju shëron nga këto sëmundje. Vaji rozmarinës është një ndër vajrat me përdorim më të gjerë në kozmetikën botërore në ditët e sotme. Gjithashtu, ai njihet për vlerat e tij tepër të gjera dhe për ndikimin që ka në sistemin imunitar mendor, por pse gratë mbi 40 vjeç duhet që ta përdorin atë? Ndihmon në rritjen e flokëve. Dieta e varfër ushqimore, përdorimi i vazhdueshëm i tharses, pjastrës apo mashës së flokëve, lyerje të vazhdueshme, por edhe procese delikate si dekolorimi, ekspozimi në diell për një kohë të gjatë ndaj mjedisit të ndotur, janë disa prej shkaqeve të cilat çojnë në dobësim të flokut tuaj dhe në këputjen e tyre. Është normale që në momente të caktuara të jetës sonë ne të vëmë re se po na bie floku, por në qoftë se kjo gjendje vazhdon për një kohë të gjatë, ajsa të rrezikohemi nga alopecia, është mirë që të përdorim menjëherë vajin e rozmarinës. Mjaftojnë vetëm disa pika në ditë për të masazhuar skalpin pas dushit, por edhe në të thatë dhe flokët tuaj do të duken të shkëlqyeshëm. Përmirëson kujtesën. Vaji i rozmarinës është i pasur me përbërës me veti antioksiduese dhe antiinflamatore të cilat kanë një ndikim të shkëlqyer në përmirësimin e funksioneve kognitive të sistemit nervor. Pas moshës 50 vjeç vjet të re një rënje ose le ta quajmë zbehje e aftësive memorizuese. Prandaj, ushqejini kujtesën tuaj me këtë vaj rozmarine. Në një studim të publikuar ku morën pjesë 144 persona, u vure kur ishin të ekspozuar ndaj aromës së vajit magjik të rozmarinës, ata ishin më të predispozuar për të stimuluar kujtesën afatgjatë. Është i shkëlqyer për dhëmbët. Vaji i rozmarinës është një ndër aleatët e bekuar të shëndetit tuaj oral, ka veti dezinfektuese, lufton kavitetin oral, pllakëzat mes të dhëmbëve dhe njëkohësisht eliminon erën e keqe të gojës. Mund të hidhni 2 pika mbi kolinos para se të lani dhëmbët ose të pini pak prej tij. Mëlçia njihet gjithashtu si motori i dytë i trupit të njeriut pas zemrës. Ajo është gjëndra më e madhe e organizmit e cila lidhet me aparatin tuaj tretës. Prodhon gjithashtu substanca për të përthithur vitaminën K dhe A, eliminon lëndët toksike dhe gjithashtu përmban depozitat e hekurit e të tjerë. Studimet të ndryshme kanë provuar se vaji i rozmarinës ndihmon gjithashtu në mirë funksionimin metabolik të çehres duke e çelmuar atë. Vaji esencial i rozmarinës mund të ketë përfitime shëndetësore duke përfshirë mbështetjen e funksionit të trurit dhe gjithashtu rritjen e flokëve ndër të tjera. Rozmarina është një bimë me gjelbërim të përhershëm dhe gjithashtu në formë gjilpërash. Megjithse më së shumti njihen si erza ushqimore, është një nga bimët aromatike më mjekësore dhe më të njohura në botë. Vaji esencial i rozmarinës, i cili përmban përbërësi thelbësor të bimës ose esencën, nxirret dhe shitet në shishe të vogla ose mund ta bëni fare lehtë në kushte shtëpie. Pavarësisht nga emri i tij, nuk është një vaj i vërtet pasi nuk përmban yndyrë. Për shkak të përdorimit të vajit të rozmarinës në mjekësinë popullore, shumë shkencëtarë tani po testojnë përfitimet e tij të mundshme shëndetësore, dhe këto janë përdorimet dhe përfitimet të mundshme të vajit esencial të rozmarinës. Në qytetërimet e lashta, rozmarina besohej se forconte kujtesën,
Studimet gjithashtu kanë treguar se vaji i rozmarinës ndihmon në parandalimin e ndarjes së një kimikati të rëndësishëm të trurit për të menduarit, përqendrimin dhe kujtesën. Studime të tjera sugjerojnë se vaji i rozmarinës dhe vajrave të tjerë esencial mund të përmirësojë funksionet e trurit tek të moshuarit me demencë, përfshirë ata me sëmundjen e Alzheimer. Stimulon gjithashtu rritjen e flokëve. Një nga llojet më të zakonshme të rënies së flokëve është alopecia, e cila më së shumti prek meshkujt, por mund të prek edhe femrat. Vaji i rozmarinës trajton alopecinë androgjenetike duke parandaluar që një nën produkt të sulmojë folikulat e flokut tuaj. Kur burrat me alopeci androgjenetike masazhuan vaj rozmarine të holluar në rrënjën e flokut 2 herë në ditë për 6 muaj, ata përjetuan të njëjtën rritje të trashësisë së flokut si ata që përdorën ilaçe të zakonshme për rritjen e flokëve. Përveç kësaj, ata të cilët përdorën vajin e rozmarinës raportuan më pak kruajtje të kokës në krahasim me të tjerët. Ndërkohë, mund të ndihmojë edhe në lehtësimin e dhimbjes. Në mjekësinë popullore, rozmarina përdoret si një qetësues i dhimbjeve. Në një studim 2 javor, personat me dhimbje në shpatull, të cilët morën një përzierje të vajit të rozmarinës me akupresur për 20 minuta 2 herë në ditë, përjetuan një reduktim me 30% të dhimbjes. Ata që morën vetëm akupresur kishin një reduktim 15% të dhimbjes. Mund të lehtësojë stresin. Shumë faktorë munden që të shkaktojnë stres. Përdorimi i vajit esencial të rozmarinës mundet të ndihmojë në reduktimin e ankthit. Kur studentët e farmacisë merrnin vaj rozmarine para dhe gjatë kohës së testimit, pulsi i tyre u ul me rreth 9%, ndërsa asnjë ndryshim i rëndësishëm nuk ndodhi pa vaj rozmarine. Për shkak se ritmet e rritura të pulsit reflektojnë stresin dhe ankthin afatshkurtër, vaji i rozmarinës mundet që të zvogëlojë natyrshëm stresin. Për më tepër, kur të rriturit nuhatën vaj rozmarine për 5 minuta, përshtyma e tyre kishte 23% nivele më të ulta të kortizolit, të hormonit të stresit, në krahasim me ata që nuhatën një përbërje jo aromatike. Rritja e nivelit të kortizolit mund të dobësojë sistemin tuaj imunitar, të kontribuojë në pagjumësi dhe të shkaktojë luhatje të humorit, midis problemeve të tjera të mundshme. Mund të përmirësojë qarkullimin e gjakut. Qarkullimi i dobët i gjakut është një ankesë e zakonshme. Ju mund ta vini re atë më së shumti në duar dhe këmbët tuaja. Nëse keni gishta dhe këmbë të ftohta, edhe në temperatura relativisht të ngrohta, vaji i rozmarinës vlen që të merret në konsiderat. Në qoftë se ju keni sëmundjen e Raynaud, enët e gjakut në gishtat e duarve dhe këmbëve tuaja ngushtohen kur jeni të ftohtë ose të stresuar, duke bërë që ato të humbasin ngjyrën e tyre dhe të ftohen. Vaji i rozmarinës mund të ndihmojë duke zgjeruar enët tuaja të gjakut, duke ngrohur kështu gjakun tuaj në mënyrë që të arrijë më lehtë në gishtat e dorës dhe këmbës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Njoftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.